Është faza e 5 e projektit Programi Mbështetës për ujë dhe kanalizim në zona rurale, i cili financohet nga qeveria zvicerjane dhe qeveria Kosovës dhe implementohet nga konsorciumi Dorsh CDI, i cili ka shtrirë jo vetëm në komunën e Gjakovës, por në tërë Kosovën. Me këtë rast në Kuvendin Komunal të Gjakovës u mbaj debati gratë dhe uji, ku theksi veçantë ju kushtua kontributit të gruas në sektorin e ujit. Hapjen e debatit e bëri kryetarja e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, e cila tregoi për aktivitetet dhe projektet që janë realizuar deri më tani, sa i përket furnizimit me ujë sjellës me vlerë prej 115.000 euro. Punët ndërtimore në fshatrat e Dushkajës, Hereç, pastaj Dujak, Pjançor dhe Firaj pritet të përfundojnë brenda vitit 2016 dhe eventualisht edhe në pjesë në vitin 2017. Sigurisht që kemi edhe shumë punë për të bërë, por gjithsesi mbetet që ndryshimi për komunën tonë për asnjë hap nuk mund të zbraset, sepse ndryshimin e duan të gjithë qytetarët pa dallim. Andaj gjithnjë, duke u nisur nga këto parime, zhvillimi ekonomik i komunës sonë mbetet synimi imi, por gjithsesi me plotësimin e infrastrukturës bazike, e cila është e domosdoshme për një mirëqenie të mirëfillt të gjithë qytetarëve pa dallim. Pjesë e debatit ishin edhe përfaqësuesit e Dorsh CDI, Arvet Hall dhe Hajrie Morina, të cilët theksuan rëndësinë e këtij projekti. Qëllimi i këtij takimi është që të ngrisim pjesëmarrjen e gruas në sektorin e ujit. Në ditën e sotme flasim për barazinë gjinore, por kur flasim për ujin, gratë janë ato që përdoren më shumë, andaj ato kanë të drejtë që edhe të jenë pjesë e çdo projekti. Po të theksoj se kemi realizuar shumë projekte, në mesin e tyre një nga përfunduar është Radheci, i cili tashmë ka qasjen e ujë sjellës. Jemi duke punuar në rajonin e Dushkajës dhe tash do të fillojmë edhe në zonën e Rekës së Keqe. Obligimi konsumatorëve është ruajtja dhe shfrytëzimi sa më racional i ujit dhe njëkohësisht pagesa e këtyre shërbimeve. Po ashtu në këtë debat pjesëmarrës ishte edhe drejtori ekzekutiv i Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Radoniqi, Ismet Ahmeti, i cili përmendi disa projekte të cilat janë realizuar deri më tani. Ai po ashtu tha se në këtë kompani punojnë 40 femra, kjo tregon se roli dhe puna atyre është e rëndësishme. Ne tarme të arritim kapacitetin e ujit më tepër se sa është, edhe për 500 litra në sekundë, kështu që shumë shpejt. Edhe fabrikën që kemi fillu, do të thotë mbrana 2 vite do të kryhet dhe gjitha këto fshatra, gjithë qyteti që është pa ujë, ne aty ku s'është ujë do ta çojmë ujë të pishëm. E zëdhënësja Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Radoniqi, Kaltrina Rudi, bëri apel tek të gjithë konsumatorët që të mos jenë keqpërdorues të ujit të pishëm. Është fushat që duhet të bëjehon, që në anë të mesazheve të përcillen gabimet e përditshme, të eliminohen pasi që ende mungon vetëdijsimi për kursimin e ujit pijes. Ambasadorja përzgjedhur në kuadër të programit mbështetës për ujë dhe kanalizim në zona rurale në Kosovë është Silveta Hoxha Kasniqi, e cila tha se detyra e saj është promovimi dhe fuqizimi i grave në sektorin e ujit. Shpreh një respekt posaçëm për komunën e Gjakovës si një koqire e cila reflektoi duke organizuar këtë eveniment. Njëherët edhe respekt veçantë për kompaninë e ujit Radoniqi si prodhuesi më i mirë i shkëlqyer dhe si shembull jo vetëm për Kosovë, por për rajon të menaxhimit, performimit të punës që bën, pra dorëzimi i prodhimit final që është uji në përdorim. Me këtë rast u shfaq edhe një film dokumentar rreth 15 minuta, në të cilin u shfaqën disa fshatra që nuk kanë ujë të pishëm dhe u treguan pasojat dhe sëmundjet infektive që vijnë si pasojë e ujit të papishëm. Sipas organizatës së shëndetësisë, më së 200 sëmundje përhapen përmes ujit. Sipas pjesëmarrësve, njerëzit duhet të vëdësohen dhe të parandalojnë të gjitha rreziqet dhe të jenë më të kujdesshëm në përdorimin e ujit.